Pse Allahu I spravon besimtarët me varfëri e jo besimtarët me pasuri? Nuk pajtohem plotësisht me këtë but kuptim tonin, mund të pranoj pjesërisht se kjo është e saktë. Pasuri nuk është veç parja, pasuri është familja, pasuri është shëndeti, pasuri është mentaliteti, më kon I qetë në trunë, krye. Mos me pas stres, mos me pas frikë natën, mos me pas gajle për gruan që ti ke dhe ta merë frajerit të tankshtellat të pompa e benzinës. Që qika ta bjen frajerin të shpia dhe s'u I ban kur gja. Që nuk të respektan vajza. Kjo është varfria e atyne që ti po mendon se ata veç kanë pare. Pra, varfria e shpirtit, varfria e familjes, jetë robotike, në nështrim totale, ku çdo gjë veç për parë bëhet, familje e shturur, kush kanë nuk e ngan, nuk e respekton, nuk e da. Pastaj pasuri e besimtarit është kur ka një bashortë të ndershme, të devotshme, të sjellshme që respekton burrin, një babë dhe një nanë që e kanë rritë me halal. Evlat të cilët e respektojnë babën, bëhet ky plak vet ose plak edhe e këqyrin djemtë e vet, vajzat e veta e man babën para durshë edhe nanën nga respekti. Të gjitha këto janë pasuri psiqike, ku është I qetë, zemrën e ka të qetë, çka do që I vjen nga smundit, të lashet, ai nuk e ka gale. Këto janë pasuri, jo veç parja. Prandaj, kush është më I pasur në këto aspekte? Besimtari apo jo besimtari? Allahu Gjaleshanuhu se cilën e sprovon me diçka. Nëse do të pajtoheshim se ata kanë parë dhe na muslimanët s'kemi parë, nëse do të pajtoheshmi me këta, e themi Allahu Gjaleshanuhu e teston njerin kërë me pasunit pareve me aqit me antë kretë. Varfria, në shumicën e rasteve e kthen njerin ka Zoti, kurse parja, s'po them pasuria, parja e aqit me antë. Prandaj, mos mendo që ata janë të uknaq, me atë pare që kanë. Këshure degenerimin e tyne. Këshure degenerimin. Ndoshta ti nuk ke qenë për botën jo islame. Ndoshta dhe ke qenë edhe palesaj I din apo jo çfarë vujtjesh ata kanë. Tjetra pastaj edhe fundit dije se sa herë na largohemi prej rrugës së Allahut, Allahu na çon një prej pikave nëse më thonë tërheqjes vrejtjes edhe varfrin. Na jemi largu prej rrugës së Allahut në këtë shekull, edhe Zoti na ka prunë këtë gjë, përndryshe muslimanët 13 shekuj kanë qenë më të pasurit dhe bosat e dunjas. Lexoje historinë për këtë gjë. Prandaj nuk qëndron pyetja jote kallup kështu. Ka nevojë për çfarë